Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun e lartësuar, salavatet dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij, besnik dhe mbar pasues të tij deri në ditën e gjykimit. Transmetohet nga Anas ibn Malik, jemi tek kapitulli i pastërtisë në librin Sharh të Bulughul Maram nga Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Thotë e përmend një nga hadithet në lidhje me evitimin e gjërave që janë të papastërta. Autori ka sjellur një hadith që e përmend për gjërave që janë të dyta, mishi i kafshës, siç është gomari i butë, pra sepse ka dy lloj wahshi, pra që është i egël dhe ai i cili është i butë. Transmetohet nga Enesi radiallahu anhu, ka thënë pejgamberi ka thënë, lemma kana yawmu Khaybara amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada. Në ditën e Khayberit, pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhëroi Ebu Talhan që me zë të lartë të thret, inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum. Me të vërtetë Allahu dhe i dërguari i tij e bëjnë të ndaluar an luhumil humuril ahliya, me ushqy mish të kafshës, pra mishin e gomarve të butë, shtëpiak, fa innaha rijsun, sepse mishi i tyre është rijs, i ndyt, i papastër. Muttafaqun alayh, Bukhari dhe Muslim. Këtu bëhet fjalë për një hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam që qartëson se mishi i këtyre kafshëve është i papastër dhe jep me kuptu që më herët ka qenë i lejuar. Bëhet fjalë për luftën, një ditë prej ditësh, në luftën e një prej betejave kur pejgamberi alayhis salatu wassalam është përballur me jahudit. Khaybar është afërsisht më shumë se 100 kilometra larg Medinës, një vend në të cilin kanë jetuar jahudit. Arsyeja pse kanë jetuar aty jahudit është sepse kur ka ndodhur rrethimi i Medinës, lufta e Hendekut, Banu Quraidha e thyn marrveshjen edhe tralltuan pejgamberin alayhis salatu wassalam, kështu që fisi i vetëm që ishte në Medinë dhe i fundit u dëbuan nga pejgamberi alayhis salatu wassalam nga Medina, dhe ata së bashku me Banu Nadhir u bashkuan dhe u vendosën në Khaybar. Pra, Khaybar është vendi në cilin kanë jetuar jehudët për një kohë, dhe lufta e Khayberit është prej luftave të premtuara që në udhëheqjen e Aliut radiallahu anhu me lejen e Allahut është liruar Khayberi, pasi që ata pranuan të ndërzohen edhe të pranojnë marrëveshje. Dhe në këtë betejë sahabët ishin të përgatitur, pra pas çlirimit të Khayberit, kur filluan me përgatitur ushqimin e kafshës së gomarit, atëherë Allahu subhanahu wa taala, atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam urdhëroi Ebu Talhan dhe ngriti zërin lart, duke u qartësuar se Allahu dhe i dërguari i tij e kanë bërë haram të ndaluar ushqimin e kësaj kafshë, pra kafshës së butë, gomarit të butë. Pra ehlije bëhet fjalë për ato, për gomarin i cili pra përdoret për njerëzit përfitojnë prej tij në shërbimin e çështjeve të dunjas.
Lufta e Khajberit si përkujtim, pra kjo është pas betejës, pas marrëveshjes së Hudejbijës. Pas marrëveshjes së Hudejbijës, atëherë ata e thyn marrëveshjen. Pra kur ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam marrëveshjen e Hudejbijës, kjo ka qenë një fitore shumë e madhe dhe më një herë pas, atëherë i ka premtuar, ka qenë një fitore premtuar dhe kanë shku edhe kanë rrethuar, kanë pas kështjella atje në Khajber, dhe janë rrethuar për muslimanëve, pastaj ata kanë pranuar që të dorëzohen dhe disa shumica prej tyre kanë jetuar aty, një pjesë e madhe në largu dhe kanë jetuar deri në kohën e Omerit radhiyallahu, deri në vitin 20 Hijri, derisa janë sill keq me Abdullah ibn Omerin dhe disa prej sahabeve. Më tej Omer radhiyallahu i ka dëbuar edhe nga Khajberi. Amara Abu Talha. Abu Talha ka qenë i martuar me nanën e Anas ibn Malik. Pra Anas ibn Malik, nana e tij ka qenë, pra pasi që ka qenë e vej, është martuar me Talhan. Kështu që kanë pas një lidhshmëri, përmend Sheikh Uthaymin rahimahullah. Amara Abu Talha fanada. Qala bi a'la sawti, me zërin më të lartë. Bi a'la sawtihi, me zërin më të lartë, duke u drejtuar sahabëve të cilët i kishin ndezur zjarrin dhe kishin përgatitur ushqimin. Haythu ghunima an-nasu humaran kathira. Pra nga plaçka e luftës kishin fituar shumë muslimanët dhe filluan duke bërë therrjen e kësaj kafshe dhe duke përgatitur ushqimin, fa harramaha Allahu fi tilka as-sa'a. Në këtë çast Allahu e ka bërë të ndaluar. Qabla an tudbakha fi al-qudur, para se të vendoset në enë. Para se të vendoset në enë. Fa hadha huwa al-waqtu alladhi hurrimat fihi al-humur. Në këtë moment është momenti që është ndaluar ushqimi i kësaj kafshë. Wa kanat qablu halalan. Më herët ka qenë e lejuar. Dobit e këtij hadithi e para, nga ky hadith kemi disa dobi. Fihi dalilun ala tahrim luhum al-humri al-ahliya. Në këtë hadith ka qartësi të kësaj dispozite që ushqimi i gomarit të shtëpiak është haram. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam yanhiyanikum, pra që është ndaluar nga Allahu dhe i dërguari i tij. Po ashtu fjala tjetër në këtë hadith, fa innaha rijs, sepse është i ndyt, është i papastër. Dhe kur qartësohet që është i papastër, atëherë është wujub el-ijtinab, në mënyrë obligative duhet të distancohemi prej kësaj. E dyta, nga dobit e këtij hadithi është duhet që dispozitat e shariatit të qartësohen në mënyrën më të mirë. Ku pejgamberi alayhis salatu wasallam ka kërkuar nga Abu Talha dhe ka përzgjedhur këtë sahabi që ka pas zërin e lartë, zërin e fuqishëm. Pra që të arrihet dispozita tek njerëzit, kuptimi i fesë, i ka marrë shkaqet që me zgjedh njeriu, pra që ka pas zërin më të lartë. Ka kjo kuptohet që duhet të arrihet nëpërmes një mjeti që është më i sigurt. E treta që përmend Sheikh Uthaymin rahimahullah, thot jawazu at-tawkili fi iblaghi al-ilm wash-shari'a. Lejohet me marr dikën me bë përgjegjës për bartjen dhe për hapjen e shariatit. Pra lejohet dikon me bë përgjegjës që ty me ia shpjegoj tjerëve qoftë një dispozit. Kjo është e lejuar. Më kush që personi të jetë njëri i besueshëm. E katërta, prej dobive të këtij hadithi, thot Ibn Uthaymin rahimahullah, jawazu ittikhadhi al-mutarjim. Lejohet me marr përkthyes. Lejohet me marr përkthyes. Dietari që me shpjegu qoftë një libër, qoftë një ligjërat, pra nga kjo kuptohet që është e lejuar apo preferohet apo kërkohet që të ketë mes një dietari dhe të tjerëve një përkthyes.
pra lejohet nëse ai është i besueshëm. E pesta thot Sheikh Uthaymin rahimullah an isti'mal mukabbir as-sawt fi iblagh al-khutbah lil-musallin. Nga këtu përfitojmë që është e preferuar me përdor edhe këto mjetet e zërimit për thirrjen e ezanit. Është e preferuar, wa isti'malu lidha'a wa hiya awsa wa ashaddu intisharan, apo edhe përdorja e radios, apo gjithë ato që ndikojnë në përhapjen e sunetit, min al-umur allati ja'at bimithliha as-sunnah. Fayakunu fi dhalika raddun ala man ankara hadha. Dhe nga kjo kuptohet ata me ndjelet të cilët është kundër përgjigje atyre me ndjeletëve të cilët thonë që mikrofoni është bidat apo zërimi është bidat. Pra mund të ketë asnjë njerëz të cilët përshpëritin dhe thonë që kjo është bidat. Nuk është bidat, pra sepse nga kjo merret argument. Është lehtësim, është mirësi. Pa gjitha këto mjete me të cilat përhapet feja Allahut subhanahu wa taala, nëse përdoren hajr, sigurisht janë të mira. Për dobive të këtij hadithi thot Ibn Uthaymin rahimullah, jawazul jam'i baina ismillahi wa ismi rasul bil waw. Lejohet lidhësa dhe mes emrit Allahu dhe të dërguarit të tij. Allahu dhe i dërguari i tij. Allahu dhe i dërguari i tij. Kur të është çështja e ndalimit apo të lejuarës. Walam yaqul thumma rasulullah. Nuk ka në këtë hadith Allahu e ka ndaluar pastaj i dërguari i tij. Pra, ne çfarë themi? Nëse don Allahu, pastaj nuk themi domethënë nëse don Allahi dhe i dërguari i tij për një çështje. Në këtë mënyrë, masha Allahu wa shi't. Pra duhet me pas kujdes këtë, mirë po kur të është çështje të lejimi dhe ndalimi, kur të është çështje të lejimi dhe ndaluar për një çështje, lejohet me thënë Allahu dhe i dërguari i tij e kanë leju apo e kanë ndalu, sepse në këtë çështje suneti bazohet te shpallja. Çdo veprim, çdo fjalë, çdo veprim, çdo thënie që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është miratim nga ana e Allahut, sepse çdo veprim që ka qenë ndaluar menjëherë ka ardhur shpallje apo korrigjim, kur sahabët kanë bërë ndonjë gabim, kur sahabët kanë bërë ndonjë veprim që ka qenë ndaluar, kanë ardhur ajetet apo e ka çersu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, një sahabi ka thënë bashortës se shpina jote është sikur shpina e nënës time. Dhe menjëherë kanë zbrit ajete që ndalojnë gjë të tillë. Pra nuk lejohet me thonë gjë të tillë. Pra, Allahu dhe i dërguari i tij bën me thonë, sepse kjo është hadith, pra ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij që është përmend këtë hadith. Argument për këtë është pashtu fjala Allahut, wa man ya'si Allah wa rasulahu. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, vetë se ka devijuar me një devijim të madh. Qartë. Apo me yuti ar-rasula, kush i bindet të dërguarit, faqad ata Allah, ai ju ka bindur Allahut. Nga dobit e hadithit është gjawazul al-luhum al-humr al-wahshiyya. Lejohet të ushqyerit nga kafshët e egra, që janë pra gomari i egër. Nga ku e marrim argument? Argumenti është i qartë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka në mënyrë specifike ka përmend, pra Allahu dhe i dërguari i tij e kanë ndaluar ushqimin e gomarit shtëpiak, el ehli. Pra këtu përjashtohet ai gomari i cili është i egër. Anna kullu rijsin haram. Po ashtu çdo gjë që është e ndyt edhe është haram. Për dobive tjera është anna jami' ajza al-humr najisa. Të gjitha pjesët e gomarit janë të ndyta, janë të papastërta. Pra urina,
jashqitjet, rikuha, jargët, ndjerset, të gjitha këto janë të papastërta. Kjo është mendimi i shumicës së dietarëve të mëdhëbit Hambeli, por ky nuk është mendimi i saktë. E përmend Sheikh Udhaimin rahimullah, thotë kjo nuk është argument, nuk pranohet ky mendim, është i refuzuar. Pra Sheikh Ibn Uthaymin rahimullah edhe përmend edhe Imam Albani Allahu mëshiroft, që ka qenë për dietarëve të Saudis, sepse në përgjithësi dietarët e Ahlus Sunnetit të Saudis kanë qenë më të ndikuar në mëdhëbin Hambeli. Pra dhe nuk ka gjë të keqe, e përmend edhe Ibn Bazi rahimullah, që një dietar me qenë i një mëdhëbi të saktuar me argumentim. Pra qoftë mëdhëbin Hambeli, Shafi'i, Hanefi, vetëm se mos me qenë pasuesi verbër, pra mos me qenë fanatik. Pra Ibn Bazi ka qenë i mëdhëbit Hambeli, Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah ka qenë mëdhëb Hambeli. Pra këto janë çështje brenda Ahlus Sunnetit. Por Ibn Uthaymin rahimullah është dallu prej të tjerëve më shumë që ka qenë më shumë ka qenë i dalluar në këtë çështje. Pra nuk ka mëdhëbi Hambeli. Sheikh Albani rahimullah e përmend këtë pjesë për Ibn Uthaymin rahimullah. Dhe Zad al-Mustaqni është një libër i Hajawit në mëdhëbin Hambeli. Sheikh Ibn Uthaymin rahimullah e ka bërë sharh, e ka sharhu këtë libër, komentu këtë libër, edhe ka një libër që quhet Sharhul Mumti ala Zad al-Mustaqni. Sharhul Mumti ala Zad al-Mustaqni është libër shumë i mirë në fikë. E aty Ibn Uthaymin rahimullah në shumë mesele e qartëson, e shpjegon që ky është mëdhëb, ky është mendimi më i saktë edhe i cili vjen kundërshtim me mëdhëbin Hambeli. Pra, për këtë arsye nuk lejohet me qenë pasuesi verbër në mëdhëbe. Pasuesi verbër në mëdhëbe, as mos me qenë fanatik. Ja, pra këtu kemi një mendim që Sheikh Udhaimin rahimullah thotë, edhe pse është mëdhëbit Hambeli, pra argumentet e qartësojnë që sahabët i kanë përdorur këtë lloj kafshi, gomarin. E kanë përdorur pra dhe trupi ka lëviz, pra është e ka prek ndjersën e gomarit, e ka qoftë jargët, i kanë ushqy, dhe sikur të ishte i papastër, sahabët do t'i pastrojnë ato tesha. Prandaj kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qartësuar se macja është e pastër sepse ato sillen rreth juve. Pra ka qartësuar pse maca është e pastër dhe ato janë min at-tawafin aleikum. Pra preket trupi për të, kështu që është e pastër, ka qartësuar. Po të ishte kafsha siç është gomari, i papastër, do ta sqaronte pejgamberi alayhis salatu wassalam. Prandaj hadha qawl huwa qawlu rajih. Fjala mendimi sakt është ajo, thotë Ibn Uthaymin, an riqaha wa ma yakhruju min anfiha, pra ndjersa e kësaj kafshe që del prej hundës, wa ma yakhruju min ayniha min ad-dam, apo prej syrit, kulluha tahir. Të gjitha këto janë të pastërta. Lianna hadhihi al-humra min at-tawafin alayna. Sepse këta gomar, domethënë janë që njerëzit mund të preken apo janë lëvizje. Në këtë hadith nuk është përmendur, pra që vetëm kjo pjesë është përmendur, sa sqarimi e përmendi Ibn Uthaymini, që kanë qenë sahabët duke i përgatit duke i kanë prej ato këtë kafsh, shumë prej tyre, pra është hadithi edhe më i gjatë, mirë po vetëm këtë e ka përmendur hadithi. Po ashtu për dobive, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nga dobit e këtij hadithi është mënyra më e mirë që na mëson pejgamberi alayhis salatu wassalam. Neve na qartëson që është ndaluar, pastaj na tregon edhe arsyen pse. Cila është ajo arsyeja? Na mëson se kjo është e papastër. Pse na ndalohet ushqimi i saj? Nuk ndalohet ushqimi kafshëve të tjera sepse është i pastër, ndërsa kjo është e papastër. Wa fi qarn al-'illa bil hikm iddat fawaid minha. Thot Ibn Uthaymin rahimahullah, përmendja e urtësisë ndalesës apo lejesës ka disa dobi. Itmi'nanu nafsi lil hukm. Ti kur e dëgjon një çështje që është ndaluar apo është e lejuar dhe të përmendet urtësia, ty qetësohet më shumë zemra. Pra besimtari në parim, çdo sa që vjen prej Allahut dhe të dërguarit e tij, ai e pranon.
por kur shtohet përveç njohjes se asaj dispozite që është halal apo është haram ti e kupton edhe arsyen pse, atëherë qetësohet besimtari. Për shembull, ne kemi shumë përdorja e miswakut është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend që është i pastër për gojën, është i dashur për të gjithë mëshirshmin, pra është vepër që don Allahu. Porcia e saj dihet shumë thjesht, është shumë e lehtë me kuptuar për pastrimin e gojës. Apo lëshuarja mjekrës, e spukuron njeriu në natyrshmëri. Por mund vim disa çështje që nuk e dim urtësinë. Për shembull shkurtimi i petkut në zogën e këmbës, që ka argumente shumë rigoroze, prera që çka është në zogën e këmbës është në zjarr. Dhe cilat janë urtësi? Disa, si me thon, mos me thon budallën, po disa mendjelet apo ignorant thonë që në atë kohë ka qenë do me thonë shkretetir, nuk ka pas pastërti, edhe për këtë arsye është tradita arabe shkurtimi i pantollave apo i petkut. Kjo është arrogancë dhe padituri. Por një prej urtësive më të mëdha është që sprovë për besimtarët apo i binden apo nuk i binden në fjalës pejgamberit alayhis salatu. Sepse besimtari është i lidhur me xhenetin dhe pra me ditën e gjykimit. Ati intereson çka ka thonë Allahu, çka ka thonë pejgamberi alayhis salatu dhe me u përkushtu fesë. Kjo është prioriteti një besimtari, jo me hin hulumtime, pra ka shumë rubba muballighin rubba hamil fiqhin siç ka në hadith mund të jetë ai i cili ati që i bartet hadithi është më i ditur se ai që e bart hadithin. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pra transmetuesi e bart një hadith dhe ai që i transmetohet e kupton më mirë se ai që e ka transmetuar. Prandaj shumë njerëz nuk mund ta kuptojnë hadithin. Vjen tjetri e kupton hadithin. Ka pas mesele që Ibn Uthaymin rahimullah thot, Allah yerhamhu, ka pas mesele thot që e kam pasu Ibn Taymiyin rahimullah. Nuk ma ka mundësu Allah me kuptu një mesele, këmë bo taklidi Ibn Taymiyin. Pra, taklidi është sikur ushqimi i të mejte, i ushqimit që të ngordhur, pra, nëse është pyetje me shpëtu jetën. Pra, nuk lejohet një kafsh më ushqy, nëse ajo është pra i ka dalë shpirti pa therje të mënyrë të lehtëshme, ushqimi i saj lejohet nëse është pyetje me shpëtu jetën. Kështu është edhe taklidi, thonë dietarët, me pasu kur nuk e kupton një mesele, duhet me pasu. Pra, kur ne meselet fesë nuk i kuptojmë disa mesele, ne i pasojmë ato. Prandaj itmenanu nafsi lil hukm. Këta përmend Ibn Uthaymin që nëse ne dim për një ndalesë apo një lejesë, një të lejuar, nëse dim urtësinë, itmenan an-nafs, ne na shtohet, na qetësohet zemra dhe më shumë. Bayanu sumuwi ash-sharia wa annaha la ta'muru wa la tanha illa bil hikma. Po ashtu për dobive është që kur e sqaron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urtësinë e diçkaje, neve na qartëson se asgjë nuk është e lejuar apo ndaluar në Islam pa urtësi. Kot. Pra, çdo send ka urtësi. Namazi me xhamat ka urtësi. Çdo send që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, çdo sunet e ka urtësinë e vet. Çdo ndalesë e ka urtësinë se është ndaluar. Pra, edhe në hije, pra kur është edhe hije edhe diell, mos mendojt aty një pjesë e trupit, mos mendojt hije, pjesa tjetër mos mendojt diell, ka urtësi, që mos mi bo padrejtësi trupit. Do të thonë, në çdo send që është ka ligjshmëri, qoftë për lejim apo ndalim, e ka urtësinë. Imkanul qiyas ala hadha al-hukm, bayanu hikmati shar'i min hadha al-dalil. Kjo është sa i përket këtij hadithi.
Ndërsa në vijim kemi një hadith tjetër, pra ishte kapitulli i pastërtisë, ushqimi i kësaj kafshë është i ndaluar sepse është i papastër. Wa an Amr ibn Kharijah qal, transmetohet, më falni se hadithin tjetër në vijim do të përmendim. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalet, transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha qalet, ka thënë: Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pastronte pra al-maniyya, spermën e tij, thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawb. Pastaj dilte me fal namazin po me kët tesh, me kët petk. Wa ana anzuru ila athari al-ghasli fihi. Dhe unë i kam pa gjurmët e pastrimit me kët tesh, muttafaqun alayh. Buhari dhe Muslim. Po ashtu transmetohet Muslimi thot laqad kuntu, thot Aisha radhiyallahu anha, laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fi yusalli fihi. Pra e kam hek pra atë ujin, pra apo spermën nga tesha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam farkan duke evitu. Dhe në të njëjtën u falte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo një transmetim tjetër laqad kuntu ahquhu yabisan bi dhufri min thawbi, pra me thën pasi që është erë e kam pastru. Hadha al-hadith fihi bayan hukm al-mani. Thot Ibn Uthaymin rahimullah, në këtë hadith qartësohet lidhje me ujin, pra që të shprehemi ma lehtë, ujin nga i cili krijohet njeriu. Wal maniyu al-mani gjuhën arabe është el-ma'u dafiq, el-ghalidhu al-abyad, uj që del vrullshëm, që është i trash, i bardh, alladhi yakhruju min al-insan bi shahwa, dhe kushti tjetër është që del nga njeriu me epsh. Pra patjetër, po ashtu duhet, thot Ibn Uthaymin, fala budda an yakun dafiqan hatta yastaq alay. Duhet del vrullshëm, që nëse të përjashtohet mundësia ku njeriu mund të jetë për shkak të smundjes, ejakulon. Pra bëhet fjalë nëse është me epsh. Dhe kjo është kur del vrullshëm, siç ka ardhur në ajet, falyanzuru al-insanu mimma khuliq, le të shiqon njeriu, kuptimi i ajetit, le të vështroj njeriu se prej shkafit është krijuar. Khuliqa min ma'in dafiq, është krijuar nga ujë dafiq, i cili del vrullshëm. Thot Aisha radhiyallahu anha, e përmendim në hadithin më lart, wa dhikru al-mani qad yujib lana an nadhkur ma yakhruj min adh-dhakr. Thot Ibn Uthaymini, përmendja e këtij ujit neve na e më kuptu që nga organi dalin 3 lloj, al-maniyu wal-madhiyu wal-bawl. Al-mani, pra që është sperma, wal-madhi është një lëng që është i hollë, wal-bawl dhe urina. Al-maniyu tahir. Tani, a është i pastër apo i papastër al-mani? Kjo është tema, jemi në kapitullin e pastërtisë. A është i pastër apo i papastër? Al-maniyu tahir. Pra hadithi që përmend Aisha radhiyallahu anha, që ka ndodhur pranë teshat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka pas pjesë të këtij ujit dhe është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi është erë e ka largu. Pra kjo më kuptu që kjo është i pastër. Tahirun mujibun lil ghusl, është i pastër, por e detyron njeriu me u pastru, me marr gusl. Yakhruju inda ishtidad ash-shahwa dafan. Pra është wal-madhiyu, lloji i dytë është al-madhiyu. Pra uji që del, por nuk është i trashët dhe del pa epsh. Si rezultat që i paraprin epshi. Pra njeriu qoftë është duke menduar, apo provokohet dhe me thonë dhe një moment, ku me syrin e tij, dhe vjen dhe një moment që e vren që i ka dalë ky lëng. Kështu që ai është i papastër. Pra el-madhiyu është i papastër. Vetëm se nuk futet në papastërtitë e rënda. Është mes. As nuk është i pastër,
as nuk është krejtësisht nga nejaset al-mughalladha, pra ato papastërtit e randa. Pra nuk e ka atë peshen, si me thënë, të urinës, por është i papastër dhe duhet pastrohet pra organi dhe vendi ku ka prej ky lloj ujë. Fawaid al-hadha al-hadith, dobit e këtij hadithi, thot Sheikh Uthaymin rahimullah, jawazu at-tasrih bima yustahya min dhikrihi inda al-haja ilayh. Është e natyrshme njeriu të ketë turp. Pra është natyrshmëri. Edhe ne termet ku i përmendim këtu, kurse nuk gjejmë një lloj turpi për ti shprehur ato shprehje. Është el-haya'u min al-iman, turpi është pjesë e imanit. Por Aisha radhiyallahu anha e ka përmend këtë hadith. Ka përmend tema që kanë të bëjnë me intimitet, pra kanë të bëjnë me çështje shumë ndihshme, që të përmendet mesin e sahabeve. Pra tema që skuqet fytyra e besimtarit. Por jawazu tasrih, pra në momente të caktuara, sikur jemi tani duke sqaruar rregullat e kësaj, ne duhet të sqarojmë. Pra kur kërkohet nevoja. Pyetje thot Ibn Uthaymin rahimullah, kayfa sarrahat bidhalik wa huwa mimma yustahya minhu ghaliban? Si është prej Aisha radhiyallahu anha ku zakonisht është vepër e turpshme. Thot el-jawab an dhalik yuqal, përgjigjja është kjo: inna an-nas yakhtalifuna fi al-haya. Njerëzit dallojnë për nga turpi, por Aliun ma'dhur, Aliu radhiyallahu anhu ka pas turp. Aliu radhiyallahu anhu ka pas turp. E dini një hadith kur Aliu radhiyallahu anhu i ka ndodhur me u shfaq kjo el-madhiyu, dalja këtij lloj ujit. Dhe el-Biqdad i ka thënë një shokit i tij, ka thënë pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam, i ka ardhur turp me pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam, çfarë më veprun këtë situatë? Pse i ka ardhur? Sepse ka qenë i martuar me vajzën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, Fatimen radhiyallahu anha. Pra në këtë moment është turpru, por e ka caktuar diku tjetër. E dyta, Aisha radhiyallahu anha sigurisht është turpru, mirë po thot Ibn Uthaymin rahimullah, fshehja e diturisë është shumë e rëndë. Kemi thonë që fshehja e diturisë, sahabët i kanë pas frikën Allahut subhanahu wa taala. Muadh ibn Jabali pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shpjeguar një hadith. Sistemi Abu Huraira radhiyallahu anhu ka shpjeguar po ashtu një hadith. Po ashtu e përmendëm që nga frika e këtij ajeti, po ashtu kemi një moment që përmendëm te enet Hudhaifa ibn al-Yaman që ka thonë unë pjo shpjegoj, pjo qartësoj që e kanë ndalu pejgamberi sa për këto enëve të arit dhe të argjenë më ushqy. Pra sahabët kanë sqaru jo për tu duk, por për të mos mbajtur fsheht ilmin, diturin, sepse kanë ardhur argumentet kërcënuese për ata që e fshehin diturin. Prandaj kjo ka qenë arsyeja që Aisha radhiyallahu anha sigurisht ka qenë e turpshme, ka pas turp, por ka qenë pozita e saj që të na sqaroj këtë dispozit. Annahu yanbaghi izalatu athari al-mani sawa'an qulna bi taharati aw bi najasati. Është kërkohet që me evitu spermën, me pastru domethënë nga petku, pavarësisht a është e pastër apo pa pastër, sepse kështu ka vepruar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Megjithatë ajo është e pastër. Anna al-mani laysa bi najis. Sperma është e pastër, nuk është e ndytë, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka urdhëruar me pastru ata. A keni të qartë? Përgjigja, thot Sheikh Udhaymini, anë fi'l ar-rasul mujarrad la yadul ala wujub. Veprimi i pejgamberit alayhis salam për një çështje nuk aludon në obligueshmëri. Nëse e vepron pejgamberi alayhis salam një vepër, nuk do të thonë që është obligim më njëherë. Wal wujubu yakunu bil amr. Obligimi, vajibi vjen me urdhër. Për shembull, afu liha, shoni mjekrat, wa'fu shawarib, shkurtoni mustaqet. Kjo është urdhër. Pra është vajib.
Apo thonë disa, inel fi'let daim el mustamir yadullu ala al-wujub. Një vepër mënyrë të vazhdueshme që se lën asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aludon në obligueshmëri, edhe nëse nuk e urdhron. ومن فوائد هذا الحديث nga dobit e këtij hadithi dhe me këtë po shpresojmë që për mbyllim këtë ders të sondit أن من العشرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها. Nga edukata bashkëshortore është që gruaja t'i shërbej burrit të saj, të jetë në shërbimin e bashkëshortit. Laqad kuntu afrukuhu, sepse Aisha radhiyallahu anha ka thënë, unë e kam fërku, pra fërk. Afrukuhu, ka mundsi pikërisht për gjuhës arabe që nga me fërku. Afrukuhu. Pra e ka fërku Aisha radhiyallahu anha në petkun, e ka pastru. فإن قال قائل tani një pyetje thot Sheikh Udhaymini, هل خدمة الزوجة زوجها أمر واجب عليها؟ A ka obligim që gruaja t'i shërbej bashkëshortit të saj? Sheikh Udhaymini përgjigjet: أن الله تعالى حكم في هذا حكما عدلا فقال. Allahu ka gjykuar me drejtësi në këtë çështje dhe ka thënë: وعاشروهن بالمعروف. Silluni me bashkëshortët e juaja me ma'ruf, me mirësi, pra me fjalë, me vepra. Pra raporti bashkëshortor duhet me qenë me drejtësi, me mirësjellje. Fa in kana al-ma'ruf inda an-nas al-mar'ata takhdum zawjaha. Nëse është zakoni një vendi që gruaja duhet t'i shërbej burrit, pra t'ja pastroj teshat, t'ja përgatit ushqimin, wajaba 'alayha an taquma bi khidmatihi. E ka obligim me qenë shërbimin e bashkëshortit, pra mi pastru teshat, me përgatit ushqimin. وإذا كان المعروف أن الزوجة لا تخدم الزوج وأنها تستخدم الخادم لم تجب عليها أن تخدم الزوج. Dhe kjo mund të jetë tani më në favorin e grave. E nëse thot Sheikh Udhaymini, in kana al-ma'ruf an az-zawja, nëse është traditë një vendi që të ketë në atë familje shërbëtore që i shërben, dhe nuk është traditë që gruaja duhet të shërbej, atë nuk e ka obligim. Por, e përmend Sheikh Udhaymini rahimullah min hadyi as-salaf as-salih an ar-rajul yastakhdim zawjatahu fi ghasli thiyabihi. Është traditë, ka qenë traditë kohën e selefit, që gratë kanë qenë ato që kanë ndihmu bashkëshortin e tyre në përgatitjen e ushqimit, në përgatitjen e edhe qoftë edhe punë fizike, pra ju kanë ndihmu, siç përmendet Esmja radhiyallahu anha, Asma zawjat az-Zubayr, vajza e Abu Bekrit, bashkëshortja e Zubayr. Kanat tahmil an-nawiyya min al-Madina ila bustani kharijaha. Do të thonë e ka marrë atë far, si më thon, enën e mbushur me hurme, edhe jo ka bajt edhe ka çu deri te kopshti i saj. Do të thonë ka shërby bashkëshortin. Khilafan li 'adati al-gharbiyyin al-an. Kundërshtim me traditën e perëndimorëve që pra mundohen me paraqitë dhe se janë të moderuar dhe i japin drejt gruas dhe nuk japin, do të thonë mundohen me shërbyen çdo aspekt që mos me dhon asaj hapësirë për me shërby burrit. Mirë, po sido që të jetë, këtu nuk bëhet fjalë për padrejtësitë, për mundin. Pra tani të jemi të sinqert, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të dërguarin Allahut mesin arabëve, devet kanë qenë tradita arabëve, devet i kanë ngarku me barë shumë të madhe. Dhe e kanë ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos më ngarku, mos më bëu padrejtësi deveve. Pra nuk lejohet deves, kafshës me i bëu padrejtësi, lemu robit Allahut, lemu bashkëshortës, që ajo është amanet edhe është njeriu duhet me qenë i drejtë. Pra këtu nuk bëhet fjalë për padrejtësitë apo te kalimi kufive, mirë po bëhet fjalë për në shërbim ndaj njëri tjetrit, dhe sepse burri është ai i cili bën xhihad, burri është ai i cili sakrifikon, burri është ai i cili ka përgjegjësinë e mehrit,
ka përgjegjësinë e veshmbathjes, ushqimit, për gjitha këto përgjegjësi është i ngarkuar. Pra gruaja nuk e ka obligim me punu, nuk e ka obligim me dalë me kërku rizq edhe me i ushqy fëmijët, bashorti. Për këtë mungesë të vdekjes, nëse është një vej, pejgamberi alayhis salam i ka përgëzuar me xhenet 2 njerëz, ai që ndihmon një grua të vej në ushqimin e fëmijëve të pra në shërbimin e çështjeve të dunjas, dhe ai i cili mban jetimat, që do të jenë shoqërues të ulën afër pejgamberit alayhis salam në ditën e gjykimit. Pra i mësuam 2 mesele, 2 hadithe që kanë të bëjnë me mishin e gomarit, që është haram, është i papastër, dhe spermën, që është e pastër, edhe nëse bjen petk, ndesha, edhe mund të falësh, por që është e preferuar pastrimi i saj sigurisht. Lutim Allahun subhanahu wa taala që na bëj të dobishëm në ato që e themi. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabina Muhammad.